SPAK ka dhënë pretencën dhe ka kërkuar dënimin me burg për të pandehurit. Për ish zëvendës ministrin e shëndetësisë Klodian Rjepaj dhe biznesmenin Ilir Rapaj kërkohet nga 10 vite burg secili, ndërsa me gjykim të shkurtuar ju zbritën në 6.8 vite burg. Për Marcela Seriani, SPAK kërkon 3 vite e 6 muaj burg, me gjykim të shkurtuar 2 vite dhe 4 muaj. Për Arben Gjatën, SPAK kërkon 2 vite burg, por me gjykim të shkurtuar i zbritën në 1 vite e 4 muaj burg dhe i pezullohet në 3 vite shërbim prove. SPAK kërkon 2 vite burg për Genz Byrazirin, me gjykim të shkurtuar i zbritën në 1 vit e 4 muaj dhe i pezullohet në 2 vite shërbim prove. Të njëjtin dënim kërkohet dhe për Naile Ajazin. I përfshirë në dosje dhe ish-ministri Ilir Beçaj. Në këtë çështje është përfshirë dhe ish-ministri i shëndetësisë Ilir Beçaj. Për këtë të fundit, më 28 maj, gjykata kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar vendosi që ai të gjykonte veçmas me procedurë të zakonshme. Ish-ministri Beçaj, por edhe të pandehurit e tjerë, akuzohen për disa vepra penale si korrupsion, shkelje të barazisë në tendera, mashtrim, mosdeklarim dhe fshehje të pasurisë. Për gjykatën e posaçme, ish-ministri i shëndetësisë Ilir Beçaj dhe ish-zëvendësi i tij Klodian Rjepaj fryn koston e shërbimit të sterilizimit në masën 56.4% me qëllim përvetësimin dhe vjedhjen e fondeve të Ministrisë së Shëndetësisë. Në vendimin e gjyqtarës së seancës paraprake, analizohet çdo pikë e kontratës së lidhur me vitin 2015 mes Ministrisë dhe koncesionarit, ku konkludohet se kontrata është negociuar në favor të kompanisë fituese. Gjykata shton se me firmën e ish-ministrit shteti është detyruar të jetë palë një kontrate nga e cila nuk fiton asgjë. Bashkë me biznesmenin që fitoi koncesionin, Ilir Rapaj, ato konsiderohen si pjesë e një grupi kriminal. Por ish zyrtarët e tjerë të komisionit të koncesionit, gjykata thotë se është provuar që ato ishin në drejtimin e ish-zëvendës ministrit dhe nuk kanë marrë pjesë sipas detyrimeve ligjore në procedurat koncesionare, por thjesht kanë hedhur firmën.